Ajo klientja që tentoi të bënte hile për ditëlindjen. Na erdhi në studio një kliente e jona që kishte lënë takimin për laminimin e vetullës dhe LVL-ën e qarpikëve. Bëm testin e alergjisë, vendosëm produktet dhe nisëm me punën. Çdo gjë në rregull deri aty dhe i pëlqeu shumë përfundimi, po shkonte te recepsioni për të bërë pagesën. Aty i jep recepsionin kartën e saj të ID-s. Normalisht recepsioni i habitur i tha që nuk ka nevojë që të më japësh kartën e ID-s për pjesën e pagesës. Dhe ju kthye klientja duke i thënë, "Jo, tha, gocat e din tha që un jam kliente e rregullt dhe sot kam ditëlindjen dhe mendova se sot do ma ofronin falas shërbimin." Recepsioni, duke menduar se këtë ja kishin propozuar ne klientes, na thërret në recepcion dhe po ja shpjegonim që as ne nuk ishim folur më parë me klientën për këtë pjesë. Dhe na u kthye vajza, "Po ti vetë tha na the tha edhe 100 tha kur hyra në sallon." "Po, ja thash sepse ishte ditëlindja e saj dhe normalisht po e uroja. Por kjo nuk është arsye që ta ofrojmë shërbimin falas nëse nuk i kemi biseduar më parë këtë gjë." "O, tha se ja japun pagesën dhe s'dom shifrim më këtu." Dhe kështu shkoja të ditë, kur kaloi muaj e shikojmë përsëri klienten aty. Sigurisht e prisnim përsëri në studio dhe të dyja palët si ne si ajo bëm sikur kjo situata nuk ishte ndodhur kurrë. Dhe vazhduam të kishim një marrëdhënie shumë të mirë përsëri me vajzën. Historia nuk është për vajzën në video, sigurisht, por te vajza mund të shikoni si duket laminimi i vetullës dhe kur nuk jeni ditëlindjen. Det ty jag kom långt. De sätter mig på med sy.